Kryeministri Edi Rama ka bërë bujë ndërkombëtare me batutën e tij gjatë një takimi me liderët evropian, duke tallur presidentin amerikan Donald Trump për një ngatresë të bërë nga ky i fundit. Media prestigjioze si The Telegraph, Politico kanë raportuar gjërësisht për këtë episod, i cili ka ndodhur gjatë takimit të Komunitetit Evropian në Kopenhagen. Trump në disa raste kishte përmendur një marrëveshje paqe mes Azerbajxhanit dhe Shqipërisë, duke gabuar thelbësisht pasi në fakt kishte parasysh konfliktin e gjatë mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Kjo ngatresë ka shërbyer si shkak për batutën e Ramës, i cili u filmua duke qeshur dhe duke i bërë shaka presidentit Emmanuel Macron të Francës dhe Ilham Aliyev të Azerbajxhanit. The Telegraph raporton se Rama me humor të hollë diplomatiku i ngacmonte të dy liderët për gabimin e Trumpit. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, u filmua teksa ngacmonte Macron dhe Ilham Aliyev gjatë takimit në Kopenhagen, duke e kthyer ngatrimin e Trumpit në një moment të qesharak dhe diplomatik, shkruan gazeta britanike. Ndërkohë Politico vë në dukje se kryeministri shqiptar ka treguar aftësi të shkëlqyera për të shfrytzuar situatën për të krijuar një atmosferë të lehtë dhe miqësore mes liderëve. Kryeministri shqiptar Edi Rama u filmua teksa bënte shaka me presidentin francez Emmanuel Macron dhe presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev gjatë takimit të Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen të njëjtën, shkruan media amerikane. Ngjarja ka marrë vëmendje të gjerë në mediat ndërkombëtare, duke u bërë një shembull i përdorimit të humorit në diplomaci. Analistët e çështjeve ndërkombëtare shprehen se kjo batutë e Ramës tregoi jo vetëm qetësinë dhe mençurinë e tij në situata të ndërlikuara, por edhe aftësinë për të lehtësuar tensionin diplomatik përmes një qasjeje miqësore. Momenti ka shpërthyer në rrjetet sociale ku videot e Ramës, duke qeshur dhe duke bërë shaka me liderët evropian, janë shpërndarë gjërësisht, duke nxitur reagime pozitive, por edhe nga ata të cilët thonë se tashmë Donald Trump është informuar për këtë. Komente Edi Ramës dhe çfarë pret dhe çfarë do të ndodhë ndaj kryeministrit shqiptar në ditët në vazhdim.